Zoti Çoçoli, vetëm një ndërprerje të shkurtër për të dy. Ju kë kundërshtoni më shumë faktin që do të lejohet negocimi i fitimit, pra viti aktual plus 18%, apo faktin që do t'u jepet mundësia të gjitha bizneseve që të korrigjojnë bilancet e tyre të 5 viteve të fundit për të rritur deklarimet me 30%, deri në 30%. Shumë shkurt që t'ja fjalë Ergisit, kohën e dur e Ergisit. Pra, unë nuk si thua diskutoj ose nuk jam kundër asgjë, pse? Sepse fali forti, edhe Ergisi e tha, fjalën e parë që tha në ndërhyrjen e tij që jemi sot, sepse pyetja jote ishte me cilësi dhe e thellë. Pra, a i kemi ne aftësitë, i kemi ne këllë që të bëjmë falje të madhe fiskale dhe paqe fiskale për 3 vitet të ardhshme? Ergisi tha po. Me këtë, si thua, fiskalizim që po ndodh ekonomisë tonë, me këtë nivel të shërbimeve online, neve kemi mundësi. Ne nuk gjykoj se kemi mundësi. Pra falim i forti. Dhe është mirë ta falim tani, mos falim më kurrë më. Sepse këto 2.3 miliard mua më djegin si qytetar dhe si sipërmarrës, po ta kisha një borxh. Ta kisha një borxh ke Ergisi, për shembull mos marr dot me atë borxh se e deklaroj çfarë kredi. Jam me njoll, dua ta heq këtë njoll, ky shtet po më ndihmon ta heq këtë njoll. E dyta për paqen fiskale pastaj. Paqja fiskale është e tillë që të përmirësojmë marrëdhëniet, unë dhe Ergisi. Pra, Ergisi të mos marri më para në dorë, sa herë që më bën kontrolle fizike tek unë të bie rahat se nuk do kem kontrolle, dhe kjo gjykoj se është mirë për të biznesit, por edhe qeveria fut sa para. Zoti Sefa, ju si përgjigjeni kësaj qasje, le të themi, të zotit Çoçoli, ose dhe pyetjes që ngrita? E theksoj edhe një herë atë që po përmendi është parë, që a do jetë kjo hera fundit, a do jetë kjo viti 0 apo jo, sepse nëse kjo do të jetë norma, dhe mos harrojmë që në 10 vitet e fundit kjo nuk është amnistia e parë që ne bëjmë, kemi pasur disa. Dhe disa në 10 vjet, normalisht kemi është një frekuencë goxha e gjatë. Mos harrojmë, amnistia është një përjashtim nga rregulli, nuk është rregulli në politikë fiskale. Dhe normalisht bëhet vetëm për raste të jashtëzakonshme dhe nevoje të mëdha. Unë vetëm do isha dakord me zotin Çoçoli vetëm nëse ky do të ishte e fundit, sepse është padyshim amnistia më e madhe që ne bëjmë, mbi 2 miliardë euro, janë shumë. Për të bërë një krahasim që ta kuptojnë qytetarët, janë më shumë se investimet publike që do të bëjmë këtë vit. Paratë që ne po i falim biznesit, paratë të cilët i takonin shtetit, se nuk po flasim për paratë të cilat nuk i takonin shtetit. Ndërkohë që me negocimin e fitimit, dakord, edhe aty mund të ketë elemente, siç përmendi Fatosi, që mund të duken pamëraçe, po ka një dallim ndërmjet pjesës së abuzimit me detyrën, apo në thënë dhe të korrupsionit që bën një agent tatimor, dhe politikës per se. Në rastin e amnistisë, politika nuk ja le më në dorë agentit tatimor dhe e fal tërësisht. Kurse në këtë rastin tjetër kemi bëjmë më shumë me pjesën e monitorimit dhe kontrollit të punës që bën si administrata tatimore dhe biznesi. Kështu që për këtë do ngjan shumë me një përshkallëzim të tatim fitimit. Për këtë do isha shumë herë më pak në vërejtje se sa për pjesën e parë. Dhe të mos harrojmë që nëse ky nuk është amnistia e parë, se kemi prapë zgjedhje, mbas një viti e gjysmë kemi zgjedhjet bashkiake, mund të kemi falje detyrime vendore prapë. Mbas 3 vitesh kemi zgjedhje përsëri të përgjithshme. E kuptoj. Çfarë më shtyn mua si qytetar ose në rastin konkret si biznes, që të kemi incentiv që t'i paguaj si dua taksat, sepse tashmë të gjithë do të jemi të barabartë në detyrime nga ky moment i kësaj amnistie.